në vitin, dje. Që në vitin, a ka këmi bombi qasi, hajde për hajrë në kohë se i vitisja më dhune. Të tëna, merija, me djelë, me të tëna senet, elhamdulillah, për mirë. Që rëzët. Ti qka dhe këta du me vetë se vlavim kalzoj, apo malqeni pak vend që tu? Që veç pak që tu? Vlavi pas ka shku ushtar shumë herët. Po ti kalzona, jeta jote që ka qenë, a ka dalu jeta jote me jetën e vlot? Se ti majri? Po se unë i kom që tash 44-ën, 82. 82? Po, kuj ka 90 vjetë rash. Po ti pe mojken men kur ka shku ushtar kë? Po qësh ja, po qësh ja. E kur shkoj kjo ushtar? Po tani, metër. A u mërzit? Po qësh ja, boba, ka pas bobën, kojna e të në të sen. Atëre kon katastrofës, këna pas skorqa, se tash erdhen tonë, e të visën, e që ashtu tash. Sa vjetë i ki pos kër i martu? Që 67 vjetë. 67, do me thonën, i martu? Jo, që u martu e, po, qashtu. E sa vjetë i ki pos, api i bjenë mi pos kështu, i riko e konë? Po, 82 tash, kom unë 82, 15 vjetë, 16 vjetë? 25 vjetë. 25 vjetë. 25 vjetë, 67 që tash ju martu me qëta. Po, do me thonën, dasmën e bone me krushk, me... Valla një 100 vete, ma shumë mirë. Po, a ki zanusën me mësita, a ki njof ma herët, a? Jo, valla, me mësit. Po. Por herët pare ki po kur karte e shpia. Veç kur orë në akshom që aty, kur në hiqë edhe në sopë që aty. Dhe ma s'kem ditë gjonë me të ndyjen. Hajtë ybe. E masane që shko jeta bashkëtore? Kur ma mirë s'ka. Po, a? Pasha zoti, këna pos knaqësie zotit. E mirë zotit. I kom 3 djelë, i kom edhe 2 qika. Dje u martuën një qike jemja. Hajde urime për hajrë e u trashegofti sholla me djem e nipa mirësa u boft një qytet për saj. 2-3 fakulteta, mirë zotit, edhe masterën, e dje e kum falë. Ku u martu, këtë në Mitrovica, apo? Jo, në vitin, dje. Që në vitin, a ka këmi bombi qasi, hajde për hajrë në kohë se i vitisja më dhune. E valloj në vitin, qaty, e valloj në vitin. Valloj në i vitisja, pe vitis, që që... E valloj, qaty djelë. A peshe, do në dhëtë, mi qasi ta shka këmi me zveti, që që kur të vinë Mitrovic, thiri me pikofe. E valloj. Ani, mirë shumë për hajrë i sholla. Mirë, po. Na jena njerës të but, në vitin atje njerës qëtë. Pasha zot ishin burra, qëfar burra, matë mirë s'kime po kur. Ma bre? A, pasha Allah, hajnë bodhë se më konë aty në Ramazan dje par dje, e mirë zotit, e veç ma mirë s'ke po, ma mirë kur. E konë fatin e kumë posi, të tëna merija, me djelë, me të tëna senet, elhamdulillah, për mirë. Që rëzët. Qa janë knatësia ma modhe për një prind, kër i she fëmijën e familjen e? Qaja është kryesie, the qaja është. Edhe me vlojnë në konë, aty kemë për Ramazan, dje par dje, qështu. Mirë shumë. Invitije, mirë shumë, s'pas ke ka bu kur zonë. Jo që i për një vdoj që jo zonë e jemi, apo është... Jem njerës të mirë, njerës qëtë, jetoj mirë. Qika është në Prishtinë, atje punon, e ko Kerin, e ko Banesën. Po ta shket për jetoj në Prishtinë, veç ati me prejordje për atit, po. Unë gjithë ma shumë ko posë ma qef në fshatë se këtu. Rrethonat, puna, ato, po të të rojë, kështu që. Qashtu. Ujtë e kena posë mirë, ka me gypa, me dhejot. Me ujtë tonë që i ka, nuk e ka kërkush sheq. Gjithë pe barje e bje me ujtë këtu.
Gjithë, se mirë, bini, po, shumë. qështu. Qëtë, sa më thonë. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë, ju përshëndes, kështu pas mi bodhemi qasi me zveti na, se një bije pas ki dhonë të nanë viti. Kështu që ta shti Kushëridi. Ramazan ka një kafe së më pepim, po hera tjera kena me pi ka një kafe bashkë. Kur dalim në shalë atje, e me pim kafe në rije. Patjetër. Qështu. E mirë të dashur, si që njoftova, ishim me këta burra nga Shala Bajgorës, ku takuam për një muhabet në Mitrovic. Ju falenderoj gjithë juve që ishit me ne, e shpresoj të takuam në emisionet tona të ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.